Okej, më rikthyer sërish për të folur për rezultatet paraprake, edhe një herë me ndihmën e regjisë, nëse mund kemi tabelën nga zgjedhjet.euronews.al, mund ta nxjerrim edhe në Letwall, pra shohim sërish i njëjti rezultat me ndarje mandatesh, gjithmonë flas 83 Partia Socialiste, 51 Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 3 PSD, 1 Bashk, 1 Nisma Shqipëria Bëhet dhe 1 Partia Mundësia. Dhe për komentuar rezultatin e zgjedhjeve, procesin zgjedhor dhe gjithçka tjetër, kam kënaqësi të kem kolegun gazetar të ekonomisë të shifrave Enio Cevicin. Enio, kënaqësi të kem studio, faleminderit që bashkove. Shumë faleminderit për ftesën. Po duhet ta themi që jemi në cilësinë e rezultateve paraprake. Patjetër, paraprake. Një koment me që shifrat janë fusha jote, kështu që mi zbërthe pak këto shifra. Qartazi... I pritshëm apo jo ky rezultat në rast parë? Patjetër që i pritshëm. Ju keni patur në 20 ditët, po dhe më shumë, qoftë kryeministrin, qoftë drejtuesit e kryesor qarqeve, qoftë drejtuesin e një qark i cili merret posaçërisht me gjithë analizat e numrave të rezultateve zgjedhore, të cilët kanë thënë një shifër Mazniku ndërmjet 78 dhe 83-84. Dhe aty jemi. Kështu që njësoj ndodhi dhe në 2021. Qartazi është një forcë politike e cila e analizon dhe menaxhon mbështetjen e vet pothuajse çdo ditë. Kështu që dhe parashikimet i ka shumë të sakta dhe njëkohësisht shumë të vërteta, pa në përkëmbur apo keq interpretuar vullnetin e zgjedhësve, vullnetin e njerëzve. Kështu që shifrat janë të pritshme, patjetër që ka një mbështetje edhe pak më të madhe se sa ajo që pritej. E në kërkoj ndjesë, ka dalë rezultati Vlorës dhe njësisë 10, do kemi, besoj për shumë pa koleget tona atje Eksiolën, por edhe Sarën nga Vora, mos gaboj, dhe Engelida Memën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. I kam kolegët gazetare apo jo, më konfirmoni? Okej, do kemi për shumë pak, pra është publikuar, e ne kemi rezultatin, ne po lexojmë ndërkohë nga Vora, Partia Demokratike, sepse kanë dalë të dyja, tashmë dhe duhet i verifikoj pak, kemi, okej, Partia Demokratike 4.903 vota, Partia Socialiste 8.082 vota. Këto janë të dhënat e njësisë të dhënat e Vorës, ndjes, okej. Kemi dhënat e Vorës pra 4.903 dhe 8.082 Partia Socialiste. Në përqindje pra është dy fish, nëse s'gaboj. Në përqindje 33.93 dhe 57.09. Okej, është çik më pak se dy fish. Po, unë ndoqja pak edhe debatin e dieshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me publikimin e këtyre rezultatave dhe qartazi si dje në orën 7:30, si sot, që është ora 11:30, rezultatet janë të njëjta dhe qartazi e tregon mbështetjen me Partinë Socialiste, ashtu siç e tregon në të gjithë Shqipërinë. Kështu që besoj dhe njësia 10 do jetë pak a shumë. Edhe njësia 10 e kemi. Do jetë në këto numra. I kemi shifrat tashmë nga ndjes nga njësia 10. Enio, një koment për këto shifra. Më trego pak tani. Tani, nëse mund ta bëj pak më të kuptueshme. Po. Se familja Civici në shifrat dhe ekonominë e ka të vetën dhe flet me terma ekonomik. Me terma ekonomik, po pa... Edhe profesor Civici të i them kur eftoj. Se më prof lutem flit sa më thjesht e kuptojmë të gjithë. Në 10 njerëz, në gjithë Shqipërinë, pa ndarën me qarqe, në 10 njerëz, 5 deri në 7 kanë votuar për Partinë Socialiste, 2 deri në 3 kanë votuar për Partinë Demokratike dhe 0 deri në 3 që mbeten janë gjithë partitë e tjera bashkë. Pra, qartazi edhe shifrat e Vorës edhe njësisë 10 tregojnë atë që po ndodh edhe në të gjithë qarqet e tjera, duke nisur nga Tirana dhe të tjerat, në të cilat, siç ju thash, 50 deri në 70% lëviz Partia Socialiste, 20 deri në 35% lëviz Partia Demokratike dhe pjesa tjetër 0 deri në 25%, 30%. Kështu që këto janë shifrat. Një risi e lehtë paktën për këto e fillestare, se nuk është akoma absolute, është ajo që Partia Mundësia është partia e tretë, dhe një tjetër risi në Vorë edhe në njësinë 10 po flas vetëm, po ama një tjetër një risi që shoh është Tirana i ka vënë në provim, nëse mund ta them kështu, kryetarët e lëvizjeve të reja, vetëm ata. Këtë po kuptoj. Nga shifrat paraprake. Pra kam mbështetur Partinë se ta bëjmë të gjithë analizën. Kam mbështetur Partinë Socialiste duke e rritur më shumë se sa në 2021. Sa shojtë me shifër? Po deri tani po flasim për 1 apo 2 mandate më shumë. Jo, flas në numër votash, sa ka qenë 2021 nëse nuk mund ta themi akoma se është jemi paraprake. Jo, sa ka qenë 2021? Nuk e mbaj mendur, absolutisht, po mbaj mendur mandateve dhe me sa duket ajo përflektohet, duke shoqëruar, duke
komentuar dhe faktin që Tirana ka shtuar një mandat, kjo e bën edhe më të vështirë të arrish që të marrësh plus. Kështu që kjo është e parë. E dyta, patjetër kanë reaguar ndaj një mungesë alternative nga ana e opozitës dhe Partisë Demokratike, një program që artikulohej, po nuk mbështetej, me qenë se futemi këtu në ekonomi, nuk mbështetej nga analiza edhe nga parashikime për të kuptuar me vërtet ato rritje që ti ofron. E nuk ishe asgjë duhet mbështetësh diku. Asgjë të bëshme nga i program tuaj? Jo, më ndoshta janë të gjitha të bëshme, ndoshta është asnjëra. Problemi që mendoj unë ishte i opozitës në këtë rast ishte që nuk e artikuloi cila është e bëshme, cila do kërkojë më shumë energji, cila do kërkojë dhe bashkëpunimin e Partisë Socialiste nëse do duhet. Pra, njerëzit nuk janë më në vitet 90 që ti thua do t'jap 200 euro dhe thot frofsh edhe pse s'ja jep kurrë. Njerëzit duan të dëgjojnë një mendim edhe një premtim të strukturuar, të mirë menduar, dhe besoj që këtë bëri Partia Socialiste duke treguar Bashkimin Evropian, sepse me anë të integrimit evropian, ti në fakt je përgjigjur gjithë reformave të nevojshme dhe gjithë rritjeve të nevojshme. Okej, përpara se të kalojmë tek testi që ju dha. Testi ishte shumë interesant. Është shumë interesant, duhet të diskutojmë pak më gjatë. Nuk e kemi leksionin. Okej, do të kemi kolegen sepse ishte pak të Vasishandër, kolega Eksola Sheu, që njihet si aty ku numërohen njësia 5, zona që është bastioni i Partisë Socialiste. Por, kalojmë pak, e kam Eksolën. Ti e vetë gazetare në kupton Eksola, të përshëndesë atë më trego pak çfarë ndodh te Vasishandër. Timi, unë jam e zhvendosur në shkollën Vasil Shanto, ku rreth orës 7:30 minuta është ndërprer numërimi për të rikthyer në orën 11, por edhe pse ka kaluar më shumë se 60 minuta nga orari i njoftuar se do të riniste procesi i numërimit, ende ne qëndrojmë jashtë për shkak sepse grupet e numërimit nuk janë gati dhe kjo KZAZ nuk është gati për të nisur procesin e numërimit të pjesës tjetër. Duhet të thënë, kjo është KZAZ-ja numër 36, është një nga KZAZ-t më të mëdha në fakt, në njësinë numër 5 në kryeqytet dhe vetëm pak kuti në fakt gjatë orëve të para të mëngjesit, duke nisur nga ora 2 e mëngjesit deri në orën 7:30 janë numëruar dhe pritet që të vijojë nga momenti në moment procesi tjetër i numërimit të votave dhe duhet teksuar fakti se në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KZAZ i ka njoftuar përmes një urdhri, paktën kështu na u bë me dije edhe në një tjetër KZAZ të 31 në shkollën 1 Maj në kryeqytet, se do duhet që procesi i numërimit të votave për partitë të përfundonte brenda orës 22 të ditës së sotme, por me këto ritme që po shohim në KZAZ-t e kryeqytetit, ku jemi në mesditë dhe një pjesë e tyre janë ende duke pushuar, zorse do të realizohet ora 22 për të përmbyllur procesin e numërimit të votave për partitë. Eksola, shumë faleminderit për këtë raportim. Enio, kishe një reagim tëndin për atë. Ky është një aspekt i shëmtuar i zgjedhjeve në Shqipëri që ai që humba, apo që nuk merr shumicën e votave dhe në 15 vitet e fundit ka qenë një njëjti subjekt politik, tenton të vënojë, të ngadalsojë, nuk uroj jo me qëllim manipulimin, po thjesht një ngadalsim të shpalljes. Po edhe kur kemi elektronikë ndjen pra vones, për se kuptoj. Pikërisht ky është debati i darkë, po meqense KQZ-ja u tregua zemërgjër, gjithsesi nuk është të zgjidhë gjë, urojmë që Partia Demokratike mos ta kundërshtojë, paktën, duke qenë se edhe kërkoi shtyrjen deri tani. Kështu që është një aspekt që duhet mbaroj përfundimisht, pra zgjedhjet janë këto, njerëzit kanë folur, fletët janë kuti, pranoja rezultati, reago siç duhet përballë atij rezultati. Të bëjë një shtet evropian që mos rri me javë të reja për numëruar vota. Besoj se këtë herë nuk do ketë vend për të kundërshtuar se numërimi, flas përfundimi i procesit numërimit. Numërimi është një një gjë ajo. Kënaqësi vetë sistemi tonë. Okej, qëndrojmë pak tek ajo analiza për si thash, do t'i themi edhe këto. Partia Socialiste është mbështetur më shumë me rritje, Partia Demokratike jo me rënje, por ka një risi në Tiranë. Dhe besoj Tirana ka luksin që të guxojë edhe t'i testoj. Pra, për mendimin tim, me sa po shohim, kjo duhet vërtetohet deri në fund nëse do të arrijnë të marrë një mandat ose jo. Të gjitha partitë e reja janë vënë në provë, në thonjza në provim nga elektorati shqiptar nëse janë apo jo këta drejtues të vërtet një alternativë për drejtuar Shqipërinë në të ardhmen. Duke qenë se Partia Demokratike nuk është, me sa duket jo në ato nivele që do deshte, atëherë elektorati ka thënë të secilit nga këta kryetar, vetëm ju mundeni ta tregoni se sa jeni në gjendje me vërtet që të shprehni reformat e duhura, të mbështesni reformat e duhura dhe të kundërshtoni ato që nuk janë në të mirën e shoqërisë nëse do ketë të tilla. Pra, Tirana ka dhënë mesazhet më të qarta që mund të jepte, ka mbështetur partinë pushtet, nuk ka mbështetur opozitën duke qenë se i mungon alternativa dhe i ka dhënë mundësinë
drejtuesve të partive dhe forcave të reja që të tregojnë veten në parlament, jo më vetëm në studio, po dhe në parlament. Se e diçka, për një nga parti që ishe shgënjim. Po, tani, ajo nuk është parti e re, ndoshta është në letra, po jo në kryetarin, në koalicioni Euro-Atlantik, Zotit Basha, po të regon deri tani që nuk kam mbështetjen që Të prisje të merrte mandat? Personalisht jo. Personalisht prisja po, që vetëm Zoti Basha të merrte një mandat në Tiranë, duke qenë se ka zonë e vetë e lindur këtu, ka shërbyer në shumë instanca, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka udhëhequr partinë në një rezultat jo fitore, humbe, por në një rezultat të mirë në vitin 2021. Pra në gjithë këtë kontekst, ti pret që të mbështetet. Me sa duket, votuesit e Tiranës e dinë dhe e njohin mirë situatën dhe këtë shaun politik, pra mbështesin atë që duhet që i çon përpara reformat dhe që i zgjidh punët, më shumë se sa të krijojë një paqartësi në parlament. Pas teje është Parku Olimpik, diaspora. Po. Diaspora është tjetër aspekt shumë i rëndësishëm që besoj do vërtetohet edhe në orët e ditët në vazhdim. Deri tani kemi 726 Partia Demokratike, 705 Partia Socialiste, vetëm 1666 janë numëruar, jemi shumë herët. Shumë pak, jemi shumë herët, po unë di që në 6 apo më shumë muaj të fundit është punuar në takime të veçanta të vogla, për të thënë takime personale me njerëzit, për t'i dëgjuar, për t'i ofruar platforma dhe patjetër për t'i regjistruar mbi gjitha si shumë e rëndësishme. Kjo për Partinë Socialiste. Ndryshe nga Partia Demokratike, e cila zgjodhi këto takime të mëdha, në të cilat pasqyroi lideri edhe mesazhet e tij, por marrëdhënia direkte me votuesin në këtë rast që është në diasporë mungoi dhe besoj kjo do reflektohet njësoj edhe në vota ku do të kemi paka shumë të njëjtë ndarje siç kemi edhe në vend. Do reflektohet trendi që është në Shqipëri. Njerëz jemi dhe ne këtu dhe ata atje, e shohin ndryshimin, e shohin çfarë po ndodh, e shohin ofertën e njërës palë, e shohin ofertën e tjetrës dhe reagojnë si duhet, si në fakt reagoi elektorati. Si do vlerësoje procesin e votës diasporës deri tani? Procesi i votës diasporës është shumë i mirë përveç rastit të Greqisë, i cili unë nuk kam as aftësinë apo pozicionin për të komentuar strukturat edhe infrastrukturën e shtetit Greqisë për të realizuar, apo kompanive që veprojnë atje për të realizuar këtë proces, por qartazi është një defekt që nuk e la të merrte notën 10 me yll, jo është yllin të gjithë procesit të votës së diasporës që bëi për të parë në një vend i cili kërkonte për vitesh, po vetëm tashmë fal një mbështetje të madhe nga ana e qeverisë u realizua vota e diasporës. Por ju thash, besoj se rezultati do jetë i ngjashëm me atë të Shqipërisë, nuk do kemi një surprizë të madhe edhe aty, sepse është bërë e njëjta punë strukturore siç është bërë dhe me votuesin në Shqipëri. Ne dua një analizë tënde në fund. Kemi 2012 qendra votimi nga 5225. Kemi këto ndarjesh mandatesh. Në skenarin më të keq, më të keq dhe më të mirë, sa ndryshojnë mandatet për Partinë Socialiste dhe sa ndryshojnë për Partinë Demokratike. Deri ku mund shkojë Partia Socialiste? Për mendimin tim dhe duke parë dhe projeksionet, tashmë që jemi në afër gjysmës numërimit të votave, trendi është i qartë dhe nuk zbret në 80-81 mandate. Në 81 nuk ka asnjë shans? Nuk mund zbrezi sepse i shohim. Ato që janë në fakt dhe fitore të vogla, dhe tani shkëm ke numrat, dhe fitore të vogla të Partisë Socialiste në secilin qark, që do kushtëzojnë dhe pikërisht këtë numër që ti thimi po më pyet, është numri 10 në Elbasan. 12 në fjerë mua më ka... 11 jemi fjerë akoma, po. Ne në mendimin e gjithë hapim pak zgjedhjet. Në këtë moment jemi 12 në fjerë. 12 me 4. Në këtë moment. Në këtë moment, ne flasim në këtë moment. Por edhe atje është më pak se gjysma, kështu që kur shkoj 67% mund ta konfirmoj 12-ën, unë mund t'ju them atë objektiv që kishte dhe shprehu të drejtuesi i qarkut që ishte 11. Pra, 10 në Elbasan, 11 në Korç, në Fjerë, 6 në Korç dhe 5 në Shkodër për Partinë Socialiste. Të 4 këto pozicione janë ato që do e mbajnë numërimin deri në fund interesant. Në këtë moment Shkodrën e kemi 5-4-2. 5 partia, kalojmë pak të Shkodra, ju lutem. Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka 5 mandate deri në këtë moment. Pra këtë i 5 për PS-n, do jetë ai që do e mbaj. Me 3000 vota është diferenca deri tani, PS-ja ka 4 mandate dhe PSD-ja ka 2 mandate. Këto janë 4 qarqet që do ta mbajnë këtë numërim. 8149, 50994, pra është një diferencë shumë e vogël kjo. Janë shumë e vogël, prandaj pesa ende diskutohet. 405 po. Prandaj pesa e Shkodrës ende diskutohet, 10 e Elbasanit patjetër, 11 ndoshta 12 Fjerit dhe 6 e Korçës janë. Pesa sipas te i merret PSD-s apo PD-s? Nga këto shifra. Unë besoj që i merret PD-s nëse i merret. Pra elektorati, votuesi, njeriu, qytetari i Shkodrës
ndërmjet PS-s dhe PD-s se ka këtë debatin nëse duhet mbështes një forcë apo një tjetër. Ndarja që mund ndodhi me anë të Partisë Social-Demokratike është një alternativë në vete, pra nuk janë votues që ti i merr nga PS-ja apo nga PD-ja në substancë më të madhe, mund të marrësh disa kokra, po jo në substancë më të madhe. Janë mbështetës që i shoqërojnë dhe i shkojnë Partisë Social-Demokratike, por nëse PS-ja merr PD si një alternativë e qartë ndaj 30 viteve në të cilat kanë munguar realitetet investuese apo Surprizë për ty? Nuk kishte surpriza, them drejtën. Përveç Tiranës, që ju thash jep një shans dhe Jo, flasë nga rezultati Partisë Socialiste. Për ty personalisht si jeni jo? KP... Jo, nuk ishte surprizë, po besoj dhe unë si të gjithë ishim këtë niveli 80 mandateve, pavarësisht se nga ata që merreshin me analizën konkrete na thuaj dhe më shumë, po me sa duket kishin ata të drejtë që pak më shumë se 80 mandate dhe duke konsideruar që është mandati 4. Duke konsideruar që është për herë të parë dhe më shumë se pra çdo mandat më shumë, qartazi njerëzit po vlerësojnë një qeverisje të mirë që po i çon një rrugë të qartë. Ndoshta kjo i ka munguar shumë shpesh dhe tashmë e kanë një rrugë të qartë në cilën do punojnë. Me gabime apo me të mira, patjetër që do i vlerësosh gjatë rrugës. Por në këtë moment jemi në këtë mbështetje. Por, tashmë nëse do jenë këto shifrat, që do lëvizin minimumi mund shkoj 81, maksimumi mund shkoj? 84. Me 84 ka 2/3 Partia Socialiste. Dhe nuk besoj se do ketë më justifikime dhe Rama. Dhe Partia Socialiste... Jo, për thonë unë blokua kjo, nuk i kishen votat për këtë, për bërë gjërat. Tashmë e ka gjitha dhe me që ju kërkua për besimi, ju dha nga ana qytetarëve. Ky është aspekti tjetër që ne duhet ta themi dhe besoj dhe kryeministri dhe Partia Socialiste konsideron që në orët e para të fillimit të numërimit dje që pushteti i madh sill dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme. Çfarë do të ndodhi, e mirë apo e keqe, përgjegjësia është e jotja dhe çdo njeri ka syt këty. Patjetër që i kishte më përpara, po tashmë edhe më shumë. Kështu që duhet marrë si një përgjegjësi e madhe, më shumë se sa si një fitore e madhe. Patjetër ditët e para mund shijohet fitoria, por nga një moment, duke konsideruar se datë 15 vinë gjithë liderat e BE-s, përgjegjësia është e jashtëzakonshme për të treguar që ky vend me vërtet është pjesë e Bashkimit Evropian, ashtu siç njerëzit folën dhe thanë me votën e tyre. Enio, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kënaqësi të kishe në këtë bisedë, të uroj një javë të mbarë, padyshim është javë e mbushur. Të jetë një javë e zënë, po. Shumë faleminderit. Ndërkohë